Mona, si ka qenë momenti i parë kur ju e kuptua që Joni ishte i spektrit të autizmit? Si ka qenë ai momenti i parë? Si e keni përjetu? Dhe kur i ke thënë vetës po, por unë do t'ja darë dhe do t'a menagjoj më së miri, siç po e menaxhon? Do të thënë, qysh kur Jonin në shtatzani kur isha me te, mjek më thanë që do ketë komplikime, sepse kam qenë 3 muaj me komplikimet e shtatzanisë, kam pasur gjakderdhje, hematom në placent. Jo pa tjetër që do kishte lënë pasojat e fëmija. Por unë me gjdo kusht doja të mbaja fëmijen. Edhe nuk, do më thonë, nuk më interesonte se qëfar nuk e kisha mendu asnjëherë se do ishte neurodivergent. Mendoha se ndoshta do ketë në pamje ndonjë komplikim do ketë ose diçka. Por jo, fëmija e kishte marrë për mbrenda atë, jo nga pamja, se nga pamja është... Nga pamja është çfarë ta shohësh, yll fare. E kuptova, do më thonë, pasi linda fëmijën e dytë, unë tash Jonin do e qoj në psikolog edhe logoped, sepse kishte shumë pak vokabular. 2-3 fjali thotë krejtat, edhe atë nuk i thotë si duhet. Edhe pastaj e qova në psikolog, thënë që nuk i ka të gjitha simptomat e autizmit, edhe ishte i vogël. Po prap edhe kur u rrit, është asimptomatik. Nuk i ka të gjitha simptomat, e ka autizm atipikal. Do më thënë jo me këtë simptomat. Por fat ka që ka edhe ADHD. ADHD është e kundërt e autizmit, është shumë i dashur, hiperaktiv, ka dëshirë të shoqënohet me fëmijë. Do më thënë, ndoshta fatit ti që unë e kam dërgu pa i bo 2 vjetë në për defektolog, logoped, psikolog, neuropsikiatër.